Bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi me komentimin e surës An-Nisa, kemi arritur deri tek ajeti 149, ndërsa sot me lejen dhe mendimin e Zotit do të përpiqem që t'i komentoj 3 ajetet, domethënë 50, 51 dhe ajetin 152. Janë në faqen 102 të Kur'anit. Si zakonisht, mas pari i recitoj ajetet, pastaj do të përpiqem që t'i komentoj. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Këto pra janë 3 vargjet e Kur'anit, apo 3 ajetet e Kur'anit të surës An-Nisa, pra ajeti 150, ajeti 151 edhe 52. Të nderuar vëllezër dhe motra, e kemi përmendur disa herë ku kemi folë për komentimin e surës An-Nisa. Gjithmonë e kemi parasysh se surja An-Nisa bën pjesë në kategorinë e surëve të cilat kanë zbritur në epokën e Medinës. Andaj i trajton zakonisht çështjet të cilat kanë të bëjnë me problemet të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjet, me çështjet të cilat kanë të bëjnë ekskluziv me gjitha ato tematika që ka të bëjnë me natyrën e Medinës. Këto ajete na flasin për 2 kategori të njerëzve. Para kësaj e kemi përmendur disa herë në mënyrë të vazhdueshme se surja An-Nisa i ka pothuajse 2 objektiva bazike që synon vazhdimisht çdo ajet, çdo varg i kësaj sure që t'ia bëjë të qartë besimtarit këto 2 objektiva. E para është al-insafu dhe e dyta është al-islah. Al-insaf do të thotë të qenurit të drejtë gjithmonë vëllezër. Të qenurit të drejtë kur vlerësojmë edhe kur kritikojmë. Me qenë i drejtë njeriu gjithmonë. Kjo është e para, që është bazike. E dyta është al-islah, që do të thotë përmirësim i vazhdueshëm. Ne si njerëz, varësisht prej rrethonave, prej kushteve, prej kohës që jetojmë, kemi nevojë vazhdimisht që të përmirësohemi. Në të njëjtën kohë, ne duhet të përpiqemi që mi përmirësu edhe të tjerët. Do thonë, mas pari e përmirësojmë vetveten tonë, pastaj përpiqemi që të përmirësojmë edhe të tjerët. Duke filluar nga rrethi jon më i ngushtë që janë familjarët, pastaj aq sa kemi mundësi, domethënë ti përmirësojmë njerëzit e tjerë. Andaj gjithmonë duhet të pas parasysh se kjo sure fokusohet me të gjitha këtë mozaik të bukur të këtyre vargjeve të Kur'anit, pra që të na bëjnë neve njerëz të drejtë, me pas ndërgjegje, me pas drejtësi kur flasim, kur bëjmë ndonjë veprim të caktuar, apo kur ne vlerësojmë dikën, apo ne e kritikojmë dikën. Edhe e dyta pra është që të kemi përmirësim të vazhdueshëm. Ajetet që lexova flasin për një temë interesante. I përshkruan Zoti Xhaleshanu 2 kategori të njerëzve. Kategoria e parë është siç i përmend Zoti Xhaleshanu, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli. Ata që e mohojnë Zotin dhe të dërguarit e tij. Ata që e mohojnë Zotin, pra njerëzit që nuk e njohin Zotin.
Njerëzit që ndoshta edhe njohin Zotin si Zot, si krijues, mirë po e mohojnë duke mos e përfillur urdhrin e Zotit, apo duke e kundërshtuar urdhrin e Zotit xhaleshanu. Që edhe kjo është mohim. Andaj vëllezër dhe motra duhet ta kemi parasysh se nuk mjafton që thot dikush unë e njoh Zotin. Shkak se njohja e Zotit është pothuajse gjë e lindur në qenien e njerëzit. Çdo njeri e din se ka Zot. Mirë po kjo nuk është e mjaftueshme. E mjaftueshme është atëherë kur njeriu e njeh Zotin dhe në të njëjtën kohë fillon që të ketë lojalitet me Zotin, duke e respektuar Zotin, duke mësuar më shumë rreth Zotit dhe duke ndjekur porositë dhe mesazhet të cilat neve na jep Zoti dhe duke i braktisur ato gjëra të cilat neve na ka ndaluar Zoti xhaleshanu. Kjo është njohje e vërtetë e Allahut subhanahu wa taala. Këtu Zoti xhaleshanu na tregon, na përshkruan për ata njerëz të cilët e mohojnë Allahun subhanahu wa taala. Innal ladhina yakfuruna billahi war rusuli. Pra e mohojnë Zotin dhe i mohojnë të dërguarit e Zotit. Që e me kuptu se Zoti xhaleshanu, pra Allahu te barekuala, ko pas kohe ka dërguar pejgamber. Arsyeja se pse ka dërguar pejgamber, ka qenë qëllimi final, m'ju treguar njerëzve rreth Zotit, edhe m'ju treguar njerëzve mënyrën se si duhet jetuar në këtë jetë. Pra kjo ka qenë urtësia pse Zoti xhaleshanu kohë pas kohë ka dërguar pejgamber. Paramendoni një moment vllazën nëse Zoti mos me pas dërguar hiç pejgamber. Paramendo çysh kishin jetuar njerëzit. Andaj arsyeja pse Zoti xhaleshanu ka dërguar pejgamber është që me qëllim që pejgambert t'ju bën të qartë njerëzve se kush është Zoti, t'ju kallëzojnë rrugën e Zotit dhe të njëjtën kohë t'ju tregojnë në mënyrë praktike se si duhet jetuar. Se si duhet manifestuar të gjitha, edhe gëzimin, edhe hidhrimin, edhe anë pozitive të jetës, edhe anë negative të gjitha. Por kjo është arsyeja pse Allahu i ka dërguar pejgambert dhe pejgamberët në përgjithësi në histori janë shembuj për njerëz me vetëm qëllim që njerëzit i kenë si model. Pra, ata që e mohojnë Zotin dhe i mohojnë pejgambert, wa yuriduna yufarriqu baina Allahi wa rusuli, dhe përpiqen që t'i ndajnë mes Allahut dhe mes pejgamberëve. Apo përpiqen që t'i ndajnë vetë mes pejgamberëve, duke thënë: wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Duke thënë ne i pranojmë disa pejgamber, ndërsa disa të tjerë nuk i pranojmë. Edhe njëherë, ata që e mohojnë Zotin dhe i mohojnë të dërguarit e Allahut dhe bëjnë dallime apo mundohen mi nda konceptin mes Zotit dhe mes pejgamberve në atë kuptimin e pranimit të informatave hyjnore. Por çdo gjë që vjen prej Zotit dhe që vjen prej pejgamberve, në një farë mënyrë vllazën dhe motra është shpallje që ne duhet pranuar si të saktë, si të mirëqenë dhe si e vetmja e vërtetë e pranuar. Përveç kësaj, mundohen pastaj me bë dallime në mes pejgamberëve. Disa i pranojnë, disa thonë se ky është pejgamber, ndërsa disa të tjerë i mohojnë. Wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalika sabila, dhe përpiqen që këtë mënyrë ta bëjnë projekt apo platformë apo program të jetës së tyre. Na dim vllazën dhe motra se ekziston një luftë mes asaj që është hyjnore dhe njerëzore. Domthonë gjitha fetë, gjitha besimet përpiqen mi eduku njerëzit se ka Zot, ka pejgamber, duhet mi njeh rrugën e pejgamberëve dhe duhet me besu se ka botë tjetër, ka ringjallje, ka shpërblim, ka ndëshkim, ka xhenet dhe ka xhenem. Ndërsa pala tjetër është pala e ashtu quajturve të filozofëve, që mundohen mi zhduk Zotin, që mundohen mes mi pranu pejgambert dhe që mundohen logjikës njerëzore mi jap prioritetin më të madh duke e konsideruar njeriu si vetë Zoti, ose duke e konsideruar logjikën njerëzore si kriteriumin kryesor që ai e dikton se çka është e mirë dhe se çka është e keqe. Pra, në një farë mënyrë e shëntrojnë njeriu dhe thonë se na s'kemi nevojë me pas Zot, s'kemi nevojë me pas pejgamber, për shkak se njeriu është ajo qenia e cila din mi dallu të mirën nga e keqja dhe jeton një qysh don. E arsyeja pse e mohojnë Zotin, pse i mohojnë pejgambert, ka arsye të shumta. Ndërto është se thonë pse vëlla na me qenë kufizuar prej konceptit Zot dhe prej konceptit pejgamber.
Domethënë, pse na me pas frikë ndaj Zotit, pse na më adhuru Zotin kur unë jam i lirë me logjikën time veproj çka të du. Domethënë me logjikën time besoj çka të du, veproj çka të du. Andaj thonë se morali nuk ka kritere. Morali është ajo që ti je i bindur se ç'kjo është e mirë, edhe je i bindur se ç'kjo është e keqe. Për këtë arsye, pastaj te ata nuk ka harame ose nuk ka halale, nuk ka kufizime, nuk ka drejta, me një fjalë jetojnë pa limit, domethënë jetojnë çysh dojnë vetë. Andaj feja nëpërmjet pejgamberëve ka ardhur për mi rregullu sistemin e jetës së njerëzit në këtë tokë. Wa yuriduna yattakhidhu bayna dhalik sabila, pra kështu të përpiqen se ta bëjnë një plan program të ri të jetës dhe të jetojnë se si dojnë ata. Allahu thot: "Ulaika humul kafiruna haqqan." Këta janë me të vërtet pabesimtar të vërtet, wa a'tadna lil kafirin adhaban muhina. Dhe kemi përgatitur për mohuesit një dënim të ashpër. Edhe një herë, na vëllezër nuk bëjmë dallime mes pejgamberëve. Gjithë i pranojmë si pejgamber të dërguar të Allahut. E pranojmë edhe Ademin alayhis salam, edhe Nuhin alayhis salam, e pranojmë edhe Ibrahimin alayhis salam, e pranojmë edhe Musën alayhis salam, e pranojmë Isën alayhis salam, Muhamedit alayhis salam dhe gjithë pejgamberët. Dhe kjo është njëra prej shtyllave apo prej kushteve që njeriu me qenë besimtar. Përndryshe, nëse dikush nuk e pranon Musën, nuk e pranon Isën, nuk e pranon Ademin alayhis salam, nuk e pranon Nuhin alayhis salam, nuk e pranon Ibrahimin apo ndonjërin prej pejgamberëve që ka pranuar Zotin më thonë ne themi se ky nuk është besimtar. Nuk është e drejta jonë njerëzore që ne selektojmë mes pejgamberëve, për shkak se gjithë janë të shpallur prej Allahut. Allah është ai i cili i ka shpallur edhe Musën alayhis salam, edhe Isën. Me çfarë të drejtë e beson Musën e nuk e beson Isën për shembull, ose me çfarë të drejtë e beson Isën e nuk e beson Muhamedit alayhis salam. Andaj ky është dallimi esencial që na dallon neve muslimanëve prej krishterëve dhe prej hebrejve. Hebrejt vllazën gjithë pejgamberët që kanë ardhur pas Musës alayhis salam nuk i pranojnë përveç flitet që Jusha ibn Nun. Edhe ata pranojnë. Përndryshe, mas Jushës e të poshtë kërkon nuk e pranojnë si pejgamber. Hebrejt as Isën alayhis salam nuk e pranojnë si pejgamber. Krishterët i pranojnë të gjithë edhe Isën alayhis salam, ndërsa mas Isës nuk e pranojnë kënd Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye nuk mund të qenë në të barabartë me ta. A kemi të qartë për shkak dallimit që neve na jep e përsi. Dallimi që neve na jep avantazh është se na i pranojmë të gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Pranojmë edhe Muhamedit alayhis salam së bashku me Isën, me Musën, të gjithë, saqë i kundërojmë ulul azmi, njerëzit më të mirë që i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështje prej parimeve të besimit. Ndërsa kush i mohon disa, e i pranon disa, selekton, bën dallime mes pejgamberëve, këta janë mohuesit e vërtet. Pra këta janë pabesimtarët e vërtet. Walladhina amanu billahi wa rusuli. E ata që pranojnë Zotin, ata që besojnë Zotin, wa rusuli dhe pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, dhe nuk bojnë dallime mes pejgamberëve. Për shkak se gjithë janë prej Zotit xhaleshanu. Është çështje ekskluzive Allahut subhanahu wa taala. Allahu kënd ka dashur e ka zgjedhur pejgamber. Allahu me urtësinë e tij ka zgjedhur pejgamber. Dhe kjo themi se është urtësia e Zotit xhaleshanu. Dhe ne e pranojmë këtë urtësi të Allahut. Pra, walam yufarriqu baina ahadin minhum. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. E këtyre Zoti xhaleshanu do t'ju jep shpërblim shumë të madh. Këta njerëz pra që pranojnë Allahun si Zot, si krijues, si të vetmin adhurues, e pranojnë Zotin xhaleshanu me atribute superiore. Dhe vetëm Allahut ja dedikojnë lutjen, adhurimin, flimin, sakrificën, dhe i pranojnë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala duke i pasur pejgamberët e Zotit xhaleshanu model të jetës së tyre, duke imituar jetën e tyre, duke u përpjekur që të afrohen tek Zoti xhaleshanu nëpërmjet rrugës së pejgamberëve. Atëherë Allahu te barekuhu teala thot: "Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum." Zoti këtyre do t'ju jep shumë shpërblime. Zoti do t'ju jep shumë shpërblime. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Zoti është falës, ju fal gabimet që njerëzit i bojnë. Wa rahima, dhe Allahu është i mëshirshëm. Nëse kombinohet fjala rahim me yu'tihim ujurahum, pra Allahu ju fal gabimet besimtarëve që i kanë bërë, dhe në të njëjtën kohë Allahu te barekuhu teala ju shpërblen mundin, besimin e tyre dhe sakrificën që e kanë bërë për hatër të Zotit xhaleshanu. Andaj kjo është ai dallimi mes besimtarëve të vërtet
dhe mes mohuesve të vërtet. Ne si musliman, modeli jon janë pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, dhe ne e njohim Zotin ashtu siç e kanë njohur pejgambert e Allahut subhanahu wa taala. Dhe përpiqem të jetojmë në këtë jetë ashtu siç na kanë mësuar pejgambert e Allahut subhanahu wa taala, duke filluar prej Ademit alayhis salam, Nuhit, Ibrahimit, Musës alayhis salam, Ises dhe i fundit që është krye pejgamberi apo vula pejgamberëve që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah te barekuhu taala me Muhamedin alayhis salam e ka vërtetu apo e ka mbyllur profetsin, pra e ka përmbyllur relevatën e tij hynore, dhe Zoti xhallahu që të jemi vërtet pasues të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, duke mos bërë dallime mes tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.